Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka njoftuar se një dërgesë raketave moderne Patriot nga Gjermania ka mbërritur tashmë në Ukrainë. Sipas tij, marrëveshja për këtë furnizim u arrit gjatë takimit të fundit të formatit Ramstein, ku partnerët perëndimor diskutuan mbështetjen ushtarake për Ukrainën. Zelensky tha se bëhet fjalë për rreth 35 raketa për sistemet Patriot, të siguruara jo vetëm nga një vend, por nga disa aleatë. Ai theksoi se kjo është pjesë e paketave të vazhdueshme të mbrojtjes ajrore që Ukraina po merr nga partnerët ndërkombëtar. Do të doni më shumë, por kjo është ajo që kemi për momentin, deklaroi presidenti i Ukrainës. Sipas gazetës gjermane Der Spiegel, iniciativa për dërgesën e këtyre raketave u koordinua nga ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius në bashkëpunim me partnerët evropian. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në Ukrainë dhe në botë, lexojeni telegrafi.com.